por leadershipi i Ilir Proda ka fajet dhe përgjegjësinë kryesore. Sepse nëse ti nuk bën një garë të ndeshme për të quar drejtora njerëz me integritet, drejtori që të shkojë në një qark do bëj kompromis me botën e krimit dhe do morë rrogën. Shteti ja jep rrogën 1.000 euro, bota e krimit ja jep 10.000. Bizneset e pista me miliona. Përse ndodh kjo? E dini se sa krimet mjedisore bëhen në Shqipëri sot? E dini se sa dyqane, sa lokale ka me lojra fatje dhe kazino? Pra, krimet mjedisore dhe kazinot në Shqipëri sot i kanë marrë shpirtin Shqipërisë. Drejtorët marrin përqindje. Se ju e mbani mend se çfarë ndodhi në Fushkruj. Konflikti ku Fisi Raja rahen 2 vëllezërit që i masakruan. Për çfarë bëhej? Për gurore që funksionojnë pa leje, pa licencë, që malet po shemen, për djegjen e miliona gomave që banë në malin e Krujës, për masakren mjedisore. Është një ndër krimet më të rënda që se përmend kush në statistika. Për lumendet e Shqipërisë që janë shkatruar komplet. Për miliona euro ura që ju kanë dalë këmbët edhe në plasari, ju e dini që në Milot nuk funksionon asnjë nga ura. Me përshtim të urës re. Janë 3 ura që janë shkatruar. Ju kanë dalë këmbët. Dhe jo pak, por është penguar në situatën kulmore të turizmit, ti kishe të bllokuar urën që dikur kalon të treni, edhe makinat e kishe, sepse kishte qeduar. Se kishin dalë këmbët mbi 5 metra mbi. Okej. Se ka një problematika edhe më flasësh pafund. Tani për të shfrytzuar Po ju ilustroj me shembuj për të kuptuar se çfarë krimi ndodh. Tani, sipas jush, përgjatë gjithë vitit 2025, cilat ishin dosjet më të forta në duart e Spakut? Thash edhe një herë, policia për mua nuk ka realizuar asnjë operacion të mjaftillt për parandalimin e një veprimtarie kriminale ose për goditjen e grupit kriminal. Po shkojmë në Spak. Jo, e them edhe ndjej dhimbje. Shkojmë te Spaku. Do të vlerësoja maksimalisht goditjen e krimeve kundër jetës personit. Pasi Spaku ka bërë një punë serioze, të ndihmuar dhe nga agjensitë ndërkombëtare dhe ka goditur disa elementë të botës së krimit. Goditja tjetër ka qenë sigurimi i provave në raport me abuzimin me fondet publike për grupin e strukturuar kriminal në Ministrinë e Transportit. Kjo dosje ka kërkuar, ka hangër kohë, të paktën unë që kam qenë i informuar dhe 1-2 muaj para zgjedhjeve e kam lënçuar në një emision televiziv që 9 zyrtarë të Ministrisë së Mejt, zbashku me Kupolën, do të përgjigjen shumë shpejt përpara ligjit për masakrën që kanë bërë me fondet publike. Tani, vazhdojmë përmend me pika, këto dosjet më të nxehta, pikat, se i dua njerëz si dosja e Spakut, e Akshit, është vërtet një ngjarje shumë e rëndë për shqiptarët, por një bravo e madhe për Spakun, sepse atje ka vepruar një grup i strukturuar i shtetit dhe i botës krimit. Bashkëpunim. Element të shtetit, zyrtar të lartë të shtetit dhe bota e krimit. Bota e krimit. Shoqëruar kjo, për hir të vërtetës edhe me pegmarrje që është një element që lidh së tepërmi bashkëpunimin botë e krimit dhe policia e shtetit. Me urdhra dhe diktate nga zyrtarët e lartë. Këto janë elementet më të fortë që kanë bëjnë. Sipas jush, ka dosje të zvarritura gjatë këtij viti? Po. Cilën pikasti? Është do pikasja se s'po përfundon dosja e inceneratorëve, për një fakt të vetëm, sepse janë miratuar 2 strategji për menaxhimin e mbetjeve, që nga viti 2014 dhe deri në ditët e sotme. Inceneratorët 1? Po. Tjetër? E cila, domethënë, përsëri jemi, shqiptarët akoma nuk kanë marrë vesh kush është koka, ideatori dhe si kanë funksionuar. Janë dënuar plot njerëz, por nuk kemi shkuar tek ideatori, edhe pse kemi një procedurë të dhënies së 8 pikëshit bonus,
për ata që ishin paracaktuar dhe nuk ekzistoshin fare si kompani. Okej. Zvarritje kemi shumë për grupin e strukturuar që ka grabitur pronat e ushtrisë. Okej. Dje ka qenë në Për SPAK. cilën u thirr Olta Gjaçka në SPAK. Dje, për Po. njërën, Po. janë 17 objekte ushtarake që janë keq shtrejtuar me një grup Për Limionin e fjalën, po. jo vetëm për Limionin. Është Limioni, është Porto Romano, është Porto Palermo, janë disa reparte ushtarake të cilat kanë punuar dhe edhe pse janë sekustruar nga SPAK-u, përsëri ka punë aktivitete Pra edhe private. për këtë keni kritika, për Kam kritika, zvarritje. po, janë zvarritur. Okej. Edhe pse unë nuk i jap të drejtë, pse atje është implikuar dhe presidenti i Republikës. SPAK-u, më së paku, ndoshta nuk mund të nxjerrë mas sigurie, por SPAK-u duhet ta pyes presidentin e Mirë, se Republikës. është proces që do vijojë, nuk e dim këtë. Po jo, minimalisht në harkun kohor të Po këtij pra se viti, dje u thirr ish ministrja Olta Gjaçka, kështu që jo se ka patur është thirrur Kolçaku. jo, po shefi patjetër, i po shtabit, them. Dhe domethënë ka Okej, që mos zvarritje. ndalemi në detaje, se vazhdo. jemi në fund. Po, Thjesht tjetër, dosjet nga radhët e politikanëve për shembull. është zvarritur abuzimi me fondet i partë. Po, Po na kërkon Brukseli dhe jemi të përjashtuar nga e drejta e përfitimit të 112 milion euro vetëm për abuzimin me po fondet i aty partë. nuk po konkludohet se Nuk konkludohet, kush do të po. mbaj përgjegjësi. nuk ka ecur çështja me Gonigal. Në Shqipëri është vend numër A. Çështja me Gonigal duhet të eci me hapa të shpejta për të mësuar kush qenë shqiptarët që investuan, paguan për të goditur opozitën shqiptare, Okej. sepse është vrarë demokracia në Shqipëri. Tjetër, dosjet për shembull që përfshin ish presidentin Ilir Meta, ish kryeministrin Sali Berisha, referohem 21 janari, pastaj Gërdeci, me Fatmir Mediun etj. Do Shes zvarritje te këto procese apo duhet shumë jemi shkurtë? po këtë shkurt do të them. Së pari këto janë krime që kanë ndodhur në një kohë në shtrirje shumë larg. Dhe po të njëjtën shtrirje duan tani thua ti? Unë nuk kam bindje, unë personalisht, nuk kam bindje që SPAK-u pas rekomandimeve të Strasburgut do të thotë ndonjë fjalë tjetër për 21 janarin. Sepse për 21 janarin SPAK-u nuk duhet kishte prit Strasburgun. Ka pas kohën e mjaftueshme për t'i thelluar hetimet, sepse këtu i ka patur eksponentat. Unë kam qenë drejtori i forcave speciale dhe kur nuk jam thirrur qoftë edhe dëshmitar, ose si person që ka dieni për zhvillimet e asaj dite. Çka do të thotë që ka ca vakanca të cilat Ndoshta do thirrësh në vijim. po s'ka në mënyrë kategorike, unë e di shumë mirë, sepse kur don një gjë ta bësh gropën, ka bashkëpunim politik, nuk ka interes as opozita asaj kohe, as mazhoranca asaj kohe, që të bardhë vërtet. Tani, nëse unë do t'jepja Kurse për çështjet, kush i ka penguar gjykatën, është në gjykatë. Sali Berisha pse s'e kanë gjykuar, ta gjykojnë. Ta gjykojnë dhe të mos e tërheqin zvarr, sepse duhet të zhbllokohet opozita një ditë. Nëse është i përgjegjshëm, është non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta bëjmë përgjigje se për ngjarje kriminale dhe të iki. Por fakti që gjykata e mban të riqe mos e kput, mendoj që i shërben dikujt. Nëse të t'jap mundësi që vetëm me një fjali më paralajmëro çfarë do të prodhoj drejtësia në vitin 2026, cila do të ishte? Jam i bindur që duke njohur integritetin e Zotit Braho, profesionalizmin e Zotit Braho, i cili e tha që detyra e SPAK-ut kalon përtej mandatit të individit, ishte thënie shumë e mençme, do të thotë që respekt për krajen i cili e ngriti strukturën e re, shumë respekt për vendosmërinë dhe guximin e Dumanit, por SPAK-u është përtej mandatit të individit, do të thotë që ai do ta çojë me tutje. E për ta çuar me tutje, Një fjali më konkrete, me tutje, besoj që do dalin dritë implikimi dhe drejtimi i korrupsionit dhe abuzimit me fondet publike nga kryeministri i Shqipërisë.